Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi 40 haditheve të Imam Newawiut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalami, sa erdhe hoxhën e nderuar. Hoxhën e nderuar, sot do flasim për një hadith të bukur, I cili ka, edhe pse është I shkurtër, por ka në vetveten e tij kuptime shumë madhështore. Inshallah fillojmë me bismillah me tekstin e hadithit, më pas vijojmë me shpjegimin e tij. Atëherë pra bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, të gjithë mëshiruesit. Hadithin e sotëm të transmeton sahabiu I nderuar Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka besuar në të vërtetë ose nuk ka arritur besimin e plot asnjëri prej jush derisa të jetë dëshira e tij, pasioni I tij në përputhje të plot me fenë që unë solla nga Zoti I gjithësisë. Hadithi siç e thatë ju është I shkurtër, por faktikisht në këtë hadith është gjithë feja e njeriu, pasi njeriu domethënë e mëson fen për të orientuar nëpërmjet saj dhe jo për të qenë ai, si më thën, orientuesi I fesë. Pra feja ka ardhur për të menaxhuar jetën tona, jo ne ta menaxhojmë fen ashtu siç duhet. Dhe për këtë arsye domethënë ky hadith tregon se ka rëndësi të madhe. Atëherë hoxhë nderuar, le të trajtojmë ose të tregojmë një histori të bukur rreth sahabiut Abdullah ibn Amr al-Asit, ndonjë histori pikante e cila ka domethënë mdhoja me që ai transmetuesi I hadithit. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu është ai që tregohet për gjëra interesante nga jeta e tij, që ka pranuar Islamin përpara babait të tij, al-Asit. Dhe jati I tij është ai që pejgamberi sa më pyeti, tha sa zota I ke, tha ai tha 7. Tha si I ke nda, tha 6 I kam tokë, e 1 është ai mbi qiej. Tha kur je keq, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha kujt I lutesh, tha atij që është mbi qiej. Dhe ky ishte babai I Amrit. Amri është ai I cili domethënë ka pranuar Islamin. Abdullah ibn Amr ibn al-As është I biri I tij. Le të themi për gjëra interesante që tregohet nga le të themi jeta e Abdullah ibn Amr ibn al-Asit, se diferenca mes tij dhe babait të tij ka qenë 12 vjet. Pra domethënë ai ka lindur kur jati ka qenë 12 vjeç. Abdullah ibn Amr ibn al-As është le të themi rritur dhe edukuar që është në vogli me Islam dhe me besim, dhe ka qenë shumë adhurues I Zotit, saqë një herë jati I tij, Amri, vjen dhe ankohet tek pejgamberi sa për shkak të adhurimit të madh që bënte Abdullahi. Ai ishte martuar, mirë po natën e kalonte me falje, ditën agjeronte. Dhe një ditë jati I Abdullahit, pra sahabiut për cilin ne po flasim, sheh që nusja e re që kishte ardhur në shtëpi nuk ishte, si më thon, aty ku duhet. Do të bi, thotë si është puna? Thotë ajo asgjë, çdo gjë mirë, se kanë pas turp, kanë pas. Thotë më fol thotë si prindit tënd, si babës tënd. Thotë po Abdullahi thotë çuni me fjalë I të mirë, falet gjithë natën agjeron. Pra I dha mesazh që s'po më jep hakun si femër. Dhe ai, shi baba I mirë, që është baba I mirë, vjerri I mirë, shkon të ankohet tek pejgamberi alayhis salatu wasalam. Se si do I thoshte ai djalit mos u fal, mos agjëro, e vështirë ishte, kështu që shkoi tek pejgamberi alayhis salam. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thret Abdullahin dhe I thotë si është puna, thotë pejgamberi I Zotit, un kam vendosur që Kur'anin ta mbyll në çdo 3 ditë. Dhe kam vendosur që ta agjëroj ditë për ditë, se duhet të afrohem me Zotin e gjithësisë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha jo, Kur'anin ta mbylle në 1 muaj. Dhe agjërimin bëje tha 3 ditë në muaj. Tha pejgamberi I Zotit, unë mundem më shumë. Dhe kështu filluan negociatat mes tij dhe pejgamberit alayhis salam derisa e çoi agjërimin në 1 ditë po, 1 ditë jo, dhe e çoi leximin e Kur'anit në 3 ditë. Pra dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I tha më pak se 3 ditë, I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çoje deri në 7, pra të paktën lexoi Kur'anin në 1 javë. Pra ideja ishte e gjithë kësaj se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam domethënë e orientoi dhe e këshilloi tek më e mira, dhe ne kuptojmë sa adhurues I Zotit ishte ky person për cilin ne po flasim sot. Ka qenë ndër të paktët, kanë qenë 5 persona që kanë pas të drejtë të shkruanin hadithet, sepse njerëzit ishin të ndaluar që të shkruanin hadithet në mënyrë që mos bëhen ndonjë ngatrim mes Kuranit dhe hadithit, përveç 5 personave, dhe Abdullah ibn Amr ibn al-As, pra transmetuesi I hadithit ton, ka qenë ndër ata pak njerëz të cilët si më thënë kanë transmetuar dhe kanë shkruar hadithin duke qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjallë.
Për gjëra interesante që ka jeta e Abdullah ibn Amr ibn Asit është se ka qenë për atyre që kanë kundërshtuar konfliktin mes Muawiyes radiallahu ta'ala anhu edhe Aliut radiallahu ta'ala anhu. Njëra ka marrë babi i tij, pra Amri, me vete dhe ai atje ka shkaktuar në rreshtat e Aliut, Muawiyes ka shkaktuar konfuzion. Pra thoshte nuk bën derisa e përjashtun, domethënë, atë nuk e morën më asnjëherë me vete, sepse ky shkakton të konfuzion në atë që s'duhet të ketë luftë mes muslimanëve dhe ka ndruar jetë, domethënë, nga viti, le të themi, ka ndruar jetë në moshën 70 e sa vjeçare, që i bie domethënë të ketë ndruar kohë në kohën e Muawiyes radiallahu ta'ala anhu, kur pushteti u dorëzua atij. Hoxhë nderuar, hadithi janë shumë domethënës. Domethënë, askush për ju nuk ka besuar derisa të ndjek pasionet e tij, ato që i ka zbritur para profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Këtu hadithi flet për pasionet. Si trajton Islami pra ndjekjen e pasioneve, ndjekjen e dëshirave, ndjekjen e epsheve, si trajton? Hadithi normalisht është një, le të themi, një përkthim i asaj se çdo të thotë të besosh fen, se çdo të thotë të besosh profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, njeriu kanë përbërjen e tij arsyen, kanë përbërjen e tij pasionin, kanë përbërjen e tij dëshirat, kanë përbërjen e tij shumë gjëra. Mirë, po njeriu duhet ta orientojë për sa i përket çështjes fesë dhe të besimit, dashurisë, mos dashurisë, pëlqimit, mos pëlqimit, duhet të ketë një bosht të cilit i referohet. Dhe njerëzit këtu ndahen grupe të ndryshme. Ka njerëz që boshtin e tyre të referimit kanë arsyen. Çfarë ja merr arsyeja, thotë e pranon, çfarë nuk e merr. Ka të tjerë që kanë bosh të referimi pasionin, që do thotë çfarë ja ka ënda, dëshira, çfarë e don, çfarë ja ka qefi e bën, e çfarë e refuzon. Dhe ka të tjerë, dhe faktikisht kështu duhet të jemi, që boshti i referimit duhet të jetë besimi, duhet të jetë feja, duhet të jetë Kurani, duhet të jetë hadithi, duhet të jenë fjalët e profetit alayhi salatu wasalam. Pse? Sepse janë të pagabueshme, janë të pakontestueshme, janë të sigurta. Arsyet dhe logjikat ndryshojnë nga koha në kohë. Çfarë është e arsyeshme këtë vit, mas 20 vjetësh mund të jetë krejt e paarsyeshme. Çfarë është e paarsyeshme këtë vit, mas 30 vjetësh, 40, pra kam idenë, pra dua të them që ndryshojnë. Po kështu edhe natyrat e njerëzve, dëshirat e mia nuk janë si dëshirat e tua, dhe dëshirat e atij tjetrit nuk janë si të tuat. Pra ndërsa feja dhe besimi dhe që ka ardhur nga Zoti i trajton gjithë njësoj, i trajton gjithë siç duhet dhe nuk ka nevojë për rregullime, nuk ka nevojë për rekonstruksion, nuk ka nevojë për merimetime, nuk ka nevojë për përshtatshmëri, sepse është e tillë prej Zotit që ka ardhur, si më thënë, si një etalon shembulli dhe sigurie deri në ditën e Kiametit. Për këtë arsye, profeti alayhis salam tha nuk ka besuar, domethënë jo se është jo besimtar, por nuk ka arritur besimin e duhur, ai njeri që nuk e kontrollon dëshirën e tij ose nuk e orienton, dëshirën e tij, që nuk e orienton pasionin e tij, qefet e tij simbas asaj që thot Zoti dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam. Okej, unë për shembull në një gjë për shembull më mund pasioni im dhe nuk e zbatoj dot. Në një gjë për shembull nuk përshtatem dot, por ne nuk e mohojmë dot. Ne nuk i biem hasha asaj që thot Zoti apo i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam. Ama kjo çfarë tregon tek unë? Kjo tregon besim të dobët. Dhe në momentin që unë i bie hasha apo luftoj, do thotë që s'kam besim fare. Dhe në momentin që unë, nuk e bëj dot, ose jam i sprovuar me një le të themi mëkat, me një gjuna që ka të bëjë me dëshirat apo me qefet e kështu me radhë, ky është problemi im dhe kjo tregon mangësinë besim. Për këtë arsye tha profeti sallallahu alajhi wasallam, nuk ka besuar në të vërtetë ose nuk ka besimin të plotë, derisa, domethënë, e gjithë qenia e tij të udhëhiqet, të orientohet nga argumenti, pra nga fjala e Zotit dhe nga fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo pra është ajo që, domethënë, feja dhe besimi edukon tek njeriu. Ne duhet kemi një referencë për jetën tonë dhe mënyrën si e organizojmë jetën tonë, e cila është jashtë botës njerëzore, sepse bota njerëzore është e ndryshueshme, e manipulueshme, me problematika, ndërsa ajo që vjen nga Zoti i Madh dhe profeti i tij sallallahu alajhi wasallam është perfeksion.
Dhe perfeksioni ka nevojë vetëm të zbatohet në jetë dhe nuk ka nevojë që të ndërhyet në të. Atëherë, o nderuar, me që juve e përmendët, pra shumë bukur që në hadithin profetik, profeti alayhis salam kërkon që pasionet të ndjekin fen dhe jo e kundërta që feja të ndjeki pasionet. A përmenden pasionet në Kur'an dhe në çfarë shembull përmenden ato? Po, normalisht që përmenden në Kur'an, në gjuhën arabe i thon el-hawa. El-hawa do të thon pasioni i brendshëm i njeriu, që mund të jetë pasion për pasurinë, për pushtetin, që mund të jetë pasion për famë, që mund të jetë pasion i drejtuar drejt botës, le të themi, të seksit dhe të epshit. Njeriu, do të thon, sipas Kuranit, për shembull, le të themi në surën Naziat, ka përmend Allahu xhel xhelalu, فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجنة هي وأما من فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ai njeri I cili, domethënë, mendon takimin me Zotin dhe nuk lejon që nefsi I tij, vetja e tij të pasojë dëshirat, kënaqësitë, flitet gjithmonë për të ndaluarën. Pra, jo çdo lloj pasioni është negativ. Pasioni matet, halal edhe haram. Tek halali nuk ke kufizim, ndërsa tek harami ke kufizim. Po këtu flitet për atë që është ndaluar, tha dhe e ndalon veten e tij nga pasionet e ndaluara. Fa innal jannata hiya al-ma'wa. Vendi I tij do të jetë xheneti. Pra, njëri I cili del kundër në thojza natyrës së tij. Sepse njeriu në natyrën e tij ka ignorancën. Njeriu në natyrën e tij ka mendjemadhsinë, njeriu në natyrën e tij ka egoizmin, njeriu në natyrën e tij ka dëshirën për të injoruar, njeriu në natyrën e tij ka padrejtësinë. Dhe në momentin që njeriu del jashtë natyrës së tij, kjo nënkupton një forcë madhore dhe një fuqi e cila buron vetëm nga besimi dhe imani. Për këtë arsye për shembull thuhet duro. Me duru nuk është e lehtë. Për këtë arsye thuhet mos u nervozo, mos mu nervozu, nuk është e lehtë. Është shumë e lehtë mu nervozu njeriu. Për këtë arsye thotë mbaje, le të themi, shprehjen, mos u ngut. Ndërkohë që me fol shpejt, me dhon përgjigje shpejt është shumë e lehtë për njeriu. Për këtë arsye thuhet fito halal, sepse me fitu haram është shumë e lehtë. Pra, janë shumë gjëra që bien ndesh me atë që quhet balta e njeriu në cilën Zoti ka krijuar njeriu. Për shembull, Zoti ka krijuar njeriu që e do pasurinë, e do lekun. Dhe të ka thënë ty gjë, duhet të fitosh vetëm halal. Dhe kur ta fitosh halal, duhet ta shpenzosh pa shpërdorim dhe në halal. Kjo është kundër natyrës, sepse natyra është wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ju e doni shumë pasurinë, pra njeriu natyrën e tij do pasurinë. Kështu që ka ardhur feja pikërisht për të rregulluar dhe për të korrigjuar këto lloj problematikash që janë faktikisht si sprov Zoti I Madh I ka vendosur tek njeriu. Sepse po mos ishin, nuk quhet më sprov për njeriu. Për shembull, për dikë mund të jetë sprov e madhe femra, për dikë tjetër nuk është sprov. Për dikë mund të jetë sprov e madhe pushteti, dikujt as nuk I shkon mendje fare të ketë pushtet. Për dikë mund të jetë sprov e madhe fama, për dikë as nuk I intereson dhe nuk e don famën. Pra, kjo ndryshon pastaj nga njeriu në njeri. Mirë po feja dhe besimi ka ardhur pikërisht për të kundërshtuar, për të orientuar atë natyrën e njeriu, sepse për këtë arsye quhet xhihadun nefs. Çfarë do thotë fjala xhihadun nefs? Lufta me vetveten, fitoria ndaj vetvetes, triumfi ndaj vetvetes. Lufta, le të themi, që ne e kemi për ditë është lufta me vetveten tonë. Atëherë, kjo vetvetja jonë, inna nefse la ammaratun bis-su'i, vetvetja, njeriu ka orientim gjithmonë tek e keqja. Çfarë e kthen? E kthen pikërisht forca e besimit, forca e lidhjes me Zotin, forca e adhurimit, përkushtimit ndaj Zotit, përmendja e Zotit, të gjitha këto e çojnë njeriu tek bota e, le të themi, e kënaqësisë së Zotit. Kështu që është përmendur në Kur'an në, le të themi, në kuptimin negativ. Është përmendur në kuptimin negativ, ndërkohë që edhe në hadithet e pejgamberit alayhis salam për shembull thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam men ja'al al-akhirata hiya hammu. Ai një që qëllimi kryesor të kësaj bote bën ahiretin, pra botën tjetër. Për këtë arsye, jo më kot tha Zoti në ajetin që ne përmendëm, fa innal jannata hiya al-ma'wa. Vendi I tij do të jetë xheneti. Vendi I tij do të jetë xheneti. Pra, sepse ky njeri, në thojza, fitoi luftën.
e fitoi luftën. Ndeti aty ku thot Zoti, ndeti aty ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po nëse gabon, i ka kërku falje Zotit, është penduar, ky njeri do ta fitojë xhenetin. Gjithashtu, Allahu i drejtohet Daudit a.s. i drejtohet o Daud, ne të kemi bërë sudimtar në tokë, prandaj ti mos ndi, thot Hawan, ose dëshirat, pasionet e tua. Pra nëse profetët e Zotit le të themi e kanë pas le të themi dhe ata një tundim, merr mend se çfarë mund të ndodhi me njerëzit e tjerë. Dhe ju ka drejtuar në formën sepse ai ka qenë kryetari i shtetit. Po. Ndoshta Zoti këtu i jep ndonjë kuptim për kryetarët e shteteve që janë sot për politikanët e sotëm. Jo, Kurani dhe ty Zoti shpërblef që e përmendën këtë. Kurani nuk është një libër që ka ardhur vetëm për masat. Kurani ka ardhur për gjitha shtresat e shoqërisë. Ka ardhur si për udhëheqësit, ka ardhur si për njerëzit që janë me profesione, si për ata që janë pa profesione, si për ata që janë, le të themi, intelektual të ditur, si për ata që janë me kapacitet më të ulët intelektual, dije kështu me radhë. Kështu që padyshim Kurani ka dhënë shumë sinjale për mbretërit, për udhëheqësit që mos të kalojnë cakun. Pra një udhëheqës mund të jetë i mirë, i dashur i Zotit, në rrugë të Zotit, po mund të jetë edhe i urryer nga Zoti në momentin që kalon në tirani, në momentin që kalon caqet që Zoti i ka përcaktuar atij si njeri, dhe kur ai fillon pastaj e sheh veten se ai në dorën e tij është gjithçka, sikur është ai Zoti në tokë, pastaj ky është problem shumë i madh. Normalisht që kjo nuk mund ndodhte me një profet të Zotit, sepse profetët e Zotit janë komplet shkallë tjetër, siç është rasti i Daudit alayhis salam. Mirë, po Zoti i madh, duke qenë se Daudi alayhis salam kishte edhe pozicionin e kryetarit të gjykatës së lartë, le të themi kështu, këtu njeriu edhe mund të gabojë, edhe mund të anojë diku, dhe Zoti i tha, friksoj Zotit dhe mos e ndiq pasionin, dëshirën tënde. Po, kishte nevojë ai që të kujtohej me gjë të tillë. Normalisht çdo njeri ka nevojë të kujtohet me një gjë të tillë, po faktikisht ai më shumë është mesazh për njerëzit. Pra sikur Zoti po thotë, "Ej, unë profeti tim më ka thonë kujdes, mos ndiq pasionet dhe dëshirat." Ju të tjerë, domethënë, e keni më shumë problem se sa një profet një gjë të tillë. Megjithatë, Hoxh, gjithashtu Kurani përmend shumë bukur dhe thotë, "A ke parë atë i cili e ka ndjek për Zot epshin ose pasionin e vet?" Kujt i drejtohet Kurani me këtë fjalë? E farajte ledhi të khadha ilahahu hawahu. A ke vënë re, thotë Muhammed, atë që e ktheu pasionin e tij, egon e tij, sikur të ishte Zot. Pra, domethënë ai orientohet nga egoja, ai orientohet nga pasioni, nuk orientohet tek arsyeja, nuk orientohet tek feja dhe tek besimi. Ktu bëhet fjalë për çdo njeri i cili njihet me të vërtetën dhe nuk e ndjek të vërtetën. Përse? Çfarë e pengon një që të ndjekë të vërtetën? Pasioni i tij për pushtet, pasioni i tij për të bërë qejf, pasioni i tij për të mos humb privilegjet që ai gëzon për shkak të një pozicioni fetar që mund të ketë diku, apo për shkak të një pozicioni të mirë ekonomik apo social që gëzon në këtë lloj mos besimi në të cilin ai jeton. Pra, adhurues i pasionit, i epshit siç përkthehet në disa raste, apo i dëshirave është çdo njeri i cili njihet me të vërtetën dhe bën atë të kundërtën e asaj që inspiron e vërteta. Edhe ne si besimtar mund bim ndonjëherë viktim e kësaj gjëje. Pra, sqarojmë se cila është e vërteta, për inat se nuk doli nga nesh e vërteta, vazhdojmë në atë tonën. Për të mos humb një privilegj X, e dim që kjo s'bën apo është, edhe vazhdojmë në atë tonën. Pra edhe ne mund bijem në këtë lloj mëkatin e pasimit, e ndjekjes, le të themi, të vetvetes ose të pasionit përballë asaj që thot Zoti dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye unë thash edhe në fillim, hadithi është, domethënë, gjithë Islami brenda, kur themi ne ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmoj se Muhamedi është dërguari i Allahut. Kur ti ke thënë se ky është i dërguari i Allahut, çfarë do të thotë? Ti e ke atë shembull mësues, orientues dhe gjithçka. Që do të thotë çdo gjë e jotja duhet të jetë e orientuar prej tij, e mësuar prej tij, e këshilluar prej tij, korrekte me porositë e tij, sepse ky është kuptimi i fjalës. Apo thua ky është i dërguari i Allahut, po i dërguari i Allahut për çfarë? Që ta ndjekim ne. Se ai është i dërguari i Allahut edhe po nuk e ndoqim ne, dhe Zoti e din shumë mirë që është i dërguari i tij. Po kur thua i dërguari i Allahut, do të thotë që ti përballë këtij burri ulesh dhe mëson, merr këshillat e tij, merr porositë e tij dhe e zhvillon jetën tënde sipas orientimeve që ai ka dhënë. Megjithatë, Hoxh, ky ajet sigur do të na thotë neve, pra ai e para atë i cili e ka marrë për Zot pasionin e tij, sigur edhe ateistët ose mendje mëdhej
nuk është që ato nuk besojnë Zotin, por ato kanë ndruar, vend besojnë Zotin e vërtet, po besojnë tani Zot pasionet e veta, epshet e veta, dëshirat e veta, mendjen e vet. Në këtë aspekt Kurani i thërret njerëzit që të besojnë Zotin dhe t'i largohen gjitha pasioneve apo vetëm pasioneve të këqija. E para, thot një fjalë bukur Imam Ibn al-Qayyim, thot nuk ka thot njerëz që nuk adhurojnë asgjë. Por njerëzit janë dy grupe, o adhurojnë meritorin, Zotin, o adhurojnë dikush paran, dikush pushtetin, dikush vetveten e tij. Dhe një pjesë e mirë këtyre njerëzve që thonë jo, po unë nuk besoj, faktikisht ai thotë unë edhe e deklarojnë, thotë unë jam vet, unë besoj veten time, pra unë ndjek veten time. Dhe normalisht ne e përmendëm edhe pak, domethënë pasionet dhe dëshirat e njerëzit janë të ndryshme. Ka prej atyre që janë shumë okay, halal, të lejuara, siç tha profeti Islam, nga kjo botë unë dua dy gjëra, edhe përmendi se çfarë donte, ose për shembull nuk refuzohet kjo gjë për rastin e le të themi jastikut apo për rastin e parfumit e kështu me radhë. Pra, kur i ofrohej diçka e mirë, mish i pjekur apo diçka e merrte, mjaltin e pëlqente shumë. Domethënë profeti sallallahu alajhi wasallam na ka treguar që jo çdo lloj dëshire e njeriu është e refuzuar sheriatikisht në fen ton, por dëshirat të cilat largojnë prej Zotit janë të ndaluara. Dëshirat të cilat bëhen sebeb që ti të refuzosh të vërtetat janë të ndaluara. Dëshirat të cilat ty të nxjerrin nga kontrolli i ligjit të Zotit janë të ndaluara, sepse dëshirat e tjera s'ka asnjë problemi që njeriu t'i ketë. Për shembull dikush ka dëshirë që të ketë para dhe për këtë arsye bën tregti, është okay. Dikush tjetër ka dëshirë që të bëjë drejtësinë tokë dhe i futet karrierës për politikë dhe do që të gjykojë me drejtësi sepse ka vdek drejtësia ose do që të jetë udhëheqës shembullor i mirë ku populli përfiton dhe jo ai 300 breza mbrapa të siguruar dhe i futet kësaj pune, nuk ka asnjë problemi. Pra sepse qëllimi i tij është i mirë dhe ky pasion është i dobishëm inshallah, pra për veten e tij si person, po edhe për shoqërinë që ai dëshiron të rregullojë apo të përmirësojë jetën tokë. Kështu që nuk ka asnjë lloj ndeshje mes asaj që e po mirë, ne nuk duhet të kemi fare dëshira, jo, sa ka thonë askush këtë. Ne duhet të kemi dëshira, por këto dëshira tona duhet të jenë të kontrolluara mirë dhe mos të jenë sebeb që të na largojnë nga Zoti apo nga besimi apo nga rregullat që Zoti ka sjellë për ne. Allah të shpërblet thotë. Amin edhe ty. Të nderuar televizionistë, shkëputim për pak minuta dhe i takojmë në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar televizionistë, ku i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit, jemi me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmet Kalaja. Hoxhë i nderuar, në Kur'an përmend një histori shumë domethënëse, është historia e Belamit, pra atit person për Beni Izrailve, që Allah e përmend dhe e shëmbullon atë në si puna e atij qenit. A mund të përmendni domethënë se këtu Zoti ka përmendur epshin ose pasionin dhe ç'e bëri atë person që të humbi veten e tij? Pikërisht Zoti në ajetin kuranor për rastin fjalë tregon se ky njeri ose shkaku kryesor pse ky njeri humbi dhe devijoi ishte pasimi i pasionit të tij përballë të vërtetës. Belam ibn Baura ka qenë një njeri, le të themi, në kohën e Musait alayhisalatu wassalam, para se të vinte shpalla e Musait alayhisalam dhe mbasi erdhi shpalla e Musait alayhisalatu wassalam. Ka qenë një që ka qenë shumë adhurues dhe lutjet Zoti i Madh nuk ja refuzonte për shkak të pozicionit të lartë që kishte ai dhe përkushtimit ndaj Zotit. Derisa i ngritej një kurth dhe i çuan atij një femër që ti thot atij t'ia mushi mendin që ti lutet Zotit kundër Musait, se Musau e kishte për këtu, tojca, pra me të vërtetën, me argumentat e tjera dhe dojshin që të binin rahat prej tij. Tha, edhe ai çfarë bëri, i ngriti durë dhe tha, o Zot, shkatroje Musain. Zoti tha, shembulli i tij, fa mathaluhu kamathali al-kalb. Tha, shembulli i tij si shembulli i qenit. Pse? Sepse ai ndoqi pasionin. Pasioni në këtë rast ishte femra. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha, kjo botë është e bukur, është e ëmbël dhe e gjelbërt. Fitnia e parë për Beni Izrailve është femra. Pra, sprova e parë që kaluan këta njerëz dhe ranë në grackën e saj ka qenë pikërisht tek femrat. Kështu që
Zoti i Madh dha si shembull këtë që ç'bën domethënë. El hawa, për këtë arsye quhet hawa, se fjala hawa në gjuhën arabe hawa i thon ajrit. Kështu kanë thonë edhe pasioni, do të thonë është si puna e ajrit që tërheq njeriu, e merr njeriu me vete, kështu është edhe puna e pasionit brenda njerëzit. Për këtë arsye ta bëjmë se thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat wa thalathun raf'un lidrajat. Tre gjëra tha e shpëtojnë njeriu, tre gjëra e shkatrojnë njeriu dhe tre gjëra e ngrenë shkallët. Kur përmendni tre gjëra që shkatrojnë njeriu tha ittiba el-hawa, ndjekja e pasionit. Pra, pasioni në momentin që është jashtë kontrollit, nëse njeriu në atë moment i bindet, shkatron gjithçka dhe humb gjithçka. Dhe normalisht, domethënë njeriu duhet bëj shkaqet. Pra, nuk mjafton ky informacion që ne dham sot si ushqimi i mjaftueshëm që njeriu mos ndjeki pasionet e gabuara. Jo, duhet që patjetër njeriu të jetë afër Zotit, të jetë afër xhamisë, të jetë afër besimtarëve, të jetë afër Kur'anit, të jetë afër përmendjes Zotit, të jetë larg njerëzve që ftojnë tek e keqja, të jetë larg gjërave dyshimta, mos ta provoj veten e tij me gjërat se ka sa njerëz po ta shoh për provu për shembull besimin tim, a do të më marri me vete apo do të qëndroj. Mos e provoko veten tënde asnjëherë, domethënë mos bëj prova me imanin dhe me besimin tënd sepse mund të jetë shkak që të marrësh rrugën e keqe një herë për gjithmonë, siç u than hadith për shembull, tha dhe në haramet janë si punët e dyerve që rrin aty një melek që thotë mos e hap, se po e hapë do të tërheqi me vete. Kështu është dhe puna e harameve. Për këtë arsye Zoti i Madh tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Kur'an i tha واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. Mos rri o Muhammed me ata të cilët janë të hutuar prej Zotit dhe ndjekin kënaqësitë dhe ndjekin pasionet e tyre. Mos rri me këtë kategori. Po pse ky ishte profeti i Zotit? Pra edhe nëse je profeti i Zotit, po të rish me këtë kategori do të bën si vetja. Po me këtë trio Zot wasbir nafsaka ma alladhina yad'un rabbahum bilghadati. Edukoje veten tënde, bëj durim që të rish gjithmonë me ata që i luten Zotit dhe adhurojnë Zotin. Për këtë arsye ne themi domethënë njeriu nuk mund ta zhvillojë fenë e tij dhe besimin e tij individualisht. Patjetër duhet të jetë komunitar, patjetër duhet të ketë bashkësi. Për këtë arsye ka namaz me xhamat, për këtë arsye ka namaz xumaje, për këtë arsye ka bajram, për këtë arsye ka teravi, për këtë arsye ka haxh, për këtë arsye jepet zakati. Le të themi një nga urtësitë që kanë gjithë adhurimet është jeta jonë nuk mund të zhvillohet e vetmuar. Jeta jonë duhet zhvillohet në komunitet dhe në formë komunitare, në formë bashkësie, sepse njeriu, siç e tha pejgamberi sa ne tregojmë shqiptarët e tregojmë si fjalë të urtë, por faktikisht është hadith i saktë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur tha inma ya'kulu dhi'bu min al-ghanami al-qasiya, ujë ku han prej deleve atë që ndahet. Kështu që edhe ne duhet ta edukojmë veten tonë, për një nga arsyet që neve mund të na ruaj është dhe jeta komunitare dhe të jetuarit me besimtarët, të jetuarit në formë bashkësie, sepse mbajmë njëri tjetrin dhe lidhemi me njëri tjetrin. Dhe në momentin që dikush le të themi fillon dhe rrëshqet vëllezërit e tij me urtësi, me mirësi e tërheqin dhe e kthejnë tek e vërteta tek e mira. Pra, pasioni negativ le të themi, njeriu është e vështirë që thjesht me një informacion dhe vetdije që kjo të dëmton të shpëtojë prej kthetrave të saj. Duhet që patjetër të bëj shkaqet dhe arsyet. Megjithatë, hoxh, ka disa njerëz të cilët edhe pse e dinë që diçka është ndaluar, pasioni atë nuk e lën që ai të largohet për asaj, siç janë për shembull duan pirësit, ato që luajnë bixhos, të alkolizuarit, të droguarit. Pra sikur e merr pasioni dhe e çon drejt asaj, ndërkohë që ai e di për shembull që duani i dëmton shëndetin, bixhosi i dëmton pasurinë, droga, immoraliteti i dëmton familjen, droga i dëmton. Megjithatë pasioni atë sikur e merr. Ky ka çalon pra tek bindja ndaj Zotit në këtë rast, po mund të jetë dhe besimtar, po mund të jetë dhe jo besimtar. Ky çalon tek bindja ndaj Zotit dhe tek frenimi i pasioneve, apo çalon diku tjetër? Ky çalon tek imani i dobët dhe besimi i dobët. Pra këtij njeriu i mungon vendosmëria. Pse mungon vendosmëria? Sepse besimi është i dobët. Sa më i fortë jetë besimi, aq më i aftë dhe i fuqishëm është njeriu për të ulur automatet e të keqes. Në momentin që besimi është i dobët, nuk ka fuqi ti uli automatet e të keqes. Kështu që është çështje besimi.
Pra nëse njeriu është i vendosur, mjafton një moment të lërë gjithçka. Dhe ne kemi pas raste në xhami, kanë ardhur njerëz drogës, njerëz të alkoolit e tjerë, për Zotin e Madh, me një të folme, me ligjërat, ka bërë shkëputje, ndërkohë që të tjerët nëse bën shkëputje nga droga, duhet kalojnë patjetër një vit në terapi që të mësoj trupin e tij apo nga alkooli, absolutisht, sepse është çështje se si njeriu, domethënë, e menaxhon situatën me mendjen e tij dhe me arsyeën e tij. Dhe nuk ka fuqi më të fortë, dhe nuk ka energji më të fuqishme, dhe nuk ka bekim më të madh se sa një besim i mirë në Zotin, një lidhje e fortë me Zotin që njeriu të shkëputet. O vëlla, si lan sahabët, ai po pinte verë, një njeri kaloi aty drejt dhe tha, po pinin, ishin drek. Tha, sa po e ndaloi Zoti dhe i dërguari i tij verën. Ky që e kishte në gojë, çfarë ndalonte që ta çonte se e kishte në gojë? Jo, nga goja e nxorri jashtë. Kur zbriti ajeti i hijabit, thotë gratë nuk ishin përgatit për me vesh hijabe, për me vesh pardesy, amanto e tjerë. Çfarë bënin? Thotë morën perdet, i kthyn, dolën me perdet veshura jashtë, me çarçafe të veshura jashtë, sepse nuk kishte tek ato, po çfarë do të thonë njerëzit, po ja dhe duke mirë, nuk kishte, mbaroi. Çfarë tregon kjo? Besimi i tyre është shumë i fortë. Ky është problemi. Problemi nuk është se këta njerëz apo të sprovuarit me këto sprova, nuk e di. Jo, është thjesht, unë mendoj është çështje besimi, vendosmërie. Një besim i fortë jep forcë në vendosmëri në ndërmarrjen e vendimit. Një besim i dobët, jo se ashtu, ose unë nxehem po ta lej, apo se dëmtohem e tjerë. O të nderuar, le të vazhdojmë pak tek pjesa e fundit e hadithit ku profeti alayhis salam thotë, përderisa pasioni i tij nuk ndjek atë me të cilin ka zbritur mua. Pra, në ç'kuptim është kjo fjalë e hadithit? Pra, sikur profeti alayhis salam po na thotë, o njerëz, nuk është prej meje kjo gjë, më është shpallur mua. Pra, sikur po na thotë, o njerëz, ju nëse më ndiqni mua, nuk është se po ndiqni Muhamedit një njeri. Jo. Që e ka thënë Muhamedi alayhis salam është prej Zotit, edhe unë nuk i kam thënë, sikur po thotë pejgamberi sallam, edhe unë nuk i kam thënë nga vetja ime këto gjëra. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhamedi nuk flet nga dëshirat e veta dhe pasionet e tij, por flet nga Zoti i gjithësisë. Allahu ta shpëlbeft thotë. Amin edhe ty. Të nderuar të shikues, ishim me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja. Ritakojmë sërish në emisionet e ardhshme. Selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.